komentet e juaja për mua pa vlerë, kështu që mos u lodhni. O zoti më. Realizoni se zoni ju duhet, mos u shteroni. Nuk kam fjalë. Nuk e di, kam shumë gjëra, shumë komente, por mund ta bëjmë edhe ndryshe. Komentet tuaja janë pa vlerë, kështu që mos u lodhni. Megli, bëj një shenjë nga kamera nëse ke nevojë për ndihmë. Kam një shpar që e bëj. Ej, dëgjoj, se unë e di pse nisa kështu si e hallakatër, se shife pak çka kemi përballë. Nuk e di nëse çfarë shikon ti sot. Hallakat. Por unë shoh që ne do kapim 50.000 klikime këtë episod. Kur shoh ato që kam përballë nuk më vjen noizi me komente juaj, më vjen hajde makne. Hajde makne. Ose syç ka si ato të tuat nuk gjenden në dia. Pra me turp tani, duket kështu. Oh, zot, Jesse, you look so fucking hot, Jesse. Sidomos sa shumë duket e skuqur kur ja bën, duket e skuqur? Ej, po kemi edhe një ndryshim tjetër se Megli ka ardhur sot si një vejush që ka vrarë burrin e vet të pasur dhe të i marrë të gjithë jatet në emrin e saj. Megli, you look hot also. Po unë do bëja të këngën, ndjenjat e mia kanë vdek, domethënë po i fuz, po se me tekstin, po. Okej. Diçka me ndjenjat kanë vdek, tajnës. Po, ndërsa unë dukem si diell, faleminderit miket e mia që ma thatë. Një mëngjes. Faleminderit. Se kështu shkur s'ma thot njeri, zakonisht ja them vetë. Një mëngjes. Diell, është natë, po diell, hën edhe everything in between. Ne tani e nisëm këtë episodin e sotëm të pa manual me ato komentet e tuaja, juaja, edhe kishim me çunat që sigurisht ju drita tona e dini që nuk ishte, se mos keq kuptohen, mishi ishte me juve. Edhe ne në gjithë këto episode, në shumicën e episodeve tona kemi thënë kemi qenë kundër çunave, kemi nxjerr bojën çunave. Pak, i kemi lanë më shumë se 90 gradë. Po, dhe ndërkohë këtë episod ne do jemi me çunat për çunat. Po, sa e bukur kjo me çunat për çunat. Votoni numrin që shihni në ekran. Po pra sa ta ankohen në komente që ku i vërtetoni ju këto gjëra që thoni etj. Ne sot do flasim për çunat, do jemi për çunave. Ne leni të pim sa let, jo po marrim dot frym se ju na komentoni. Jo po veshim dot tuta, jo po ala pa vesh. Jo po nuk duhet majm Samsung, domethënë sot për çfarë do flasim? Ne sot do flasim për gocat, çfarë bëjnë gabim gocat, më çfarë nuk bëjnë dot. Mua kjo bluzë jote e verdh më kujton një nga filmat e mi të preferuar, që quhet How to Lose a Guy in 10 Days, pra si të humbasësh një mashkull për 10 ditë. Jo më larg se para 2 ditësh e ripash. Po, tani ai është nga filmat e mi të preferuar dhe ajo ka një fustan të verdh që shkon nga kona atë. Që ne sot do flasim për çfarë bëjmë ne femra si një qenie interesante e pa kuptueshme e mrekullueshme qartazi. Çfarë bëjmë ne që i largojmë meshkujt me vrap sometimes ndonjëherë. Ndonjëherë mjafton thjesht të frymosh për ta larguar një mashkull brenda 10 ditëve, më pak se 10 ditë, po ç'rën si ka kjo? Çfarë bëjmë ne që ata ikin? Çfarë bëjnë ne që ata e urrejnë? Gabimet tona. Se kemi folur te ai episodi për çfarë bëjnë çunat që gocat nuk e durojnë dot. Tani ajo çfarë është shumë e rëndësishme ta theksojmë, në këtë episod do kemi shumë telefonata nga çunat, sepse duam ta ndërtojmë këtë episodin bashkë me çunat. Çfarë nuk pëlqejnë ata dhe kanë gjëra bombastike për të na thënë. Por, përveç çunave, ne do nisim nga vetja jon. Çfarë kemi bërë ne? Unë nuk jam shumë krenare për një fazë të errët kur jam shumë më e vogël, tani jam pak më e pjekur, pak po them shumë. Komentet nuk mendojnë kështu. Po për shembull, ka dalë ai. Ka shku diku, edhe ti e mban mend numrin e following që ai kishte në Instagram dhe ti zgjohesh dhe nuk zgjohesh as me mesazh, se zgjohesh dhe herët dhe thu ta shoh herë kot se ç'a si qysh tek. Sa i rritur numrin e followersave? Më dashur aty, nga në e 2. Kush janë këto 2? Po si e shef? Si e shef, tani do të jap një free tip që unë mos e përsërisni nga shtëpia, se nuk tregon po. Nuk tregon ai zgjuarësit madh. Jo. Po jo që ne këtë episod do kemi treguar ai zgjuarësit madhe. Që kur ti klikon profilin e një personi për t'i parë following list, aty dalin të përbashkët që keni me njëri tjetrin. Tani unë me Blertin për shembull kam 200 e sa. Nuk do rri unë të kaloj 200 veta që të shoh ka ashtu Blerta. Çfarë bën një njeri me kohën e botës në mëngjes që ka në dorë? Hap një profil Instagrami fake. Okej. E hap këtë shumë low-key, një profil që ti vendos se do ta përdorësh më herë tjetër, thjesht e hape për market research, studime. E hap edhe hyn të tipi, ja klikon tipit following listin dhe shef aty dhe ka shtuar se fundi pasi ka dalë. Fundit.
Gjashtë më të mërshme është ai ti ketë bë follow një goce dhe ajo mos i ketë bë follow back. Pra ai e ka bë këtë gjën edhe është ti fillon dhe dyshon, as ja ka kthy nga garaq. Kam një pyetje unë, tani ai e merr vesh ndonjëherë këtë gjë që bëjmë ne? Ai jo, ndoshta e merr vesh sot. Mo një sekond, se ti nëse ke parë që i ka shtuar, nuk e thua kush është kjo? Nuk e balla faqe? Ja, pra kjo ishte pyetja. Se unë do a thoja, domethënë se bëj gjatë punë, hap Instagram fake nga fillimi, me email, me numër telefoni. Në moment, unë Lilin e kam në akrep, unë akumuloj. Ajo nxori kartën të ul dhe të them sepse duan kështu. Ajo nxori kartën Lili. Ajo nxori Lilithin në aksion. Ajo tha Lilithin e kam në akrep. Hajde shpjegoj ti një mashkull çfarë është Lilithin në akrep. Akmarja. Mua si fillim. Pra, i ban ca asnën në mëng ti, se do të ngjash si histerike, ti thosh, unë hapa Instagram fake dhe pas thjesht pas këtë, e njeh të gocën? Po thot ai kam bë pa dashje. Ideja është që unë nuk do mund ta mbaj atë brenda nëse shoh që ai ka shtuar një gocë, mos e pyes Megli, kush është kjo? Domethënë mund të gjej stilin për ta pyetur kush është kjo. Por e pyet gjithsesi. Ose mund të çoj follow kjo goca e njeh? Sepse shoh që e ke follow dhe ti. Nëse më duken pak bazike këtu, e kemi bërë, ka kaluar. Na trego tuat. bazike. Je sigurt që duhet të vazhdojmë? Na trego ti se si humbet ti një djalë për 10 ditë. Atëherë, miq, ose më pak. Qëndroni me mua, ose më pak. Qëndroni me mua. Do të thënë, është e periudha që ti thua natën e mirë zemër, natën e mirë shpirt, edhe flini gjumë. Po. Pres gjysmore, edhe me privat. Ta shof, a ka zënë gjuhë me vërtet? Apo bën kot? Apo ka dalë me ndonjë vend tjetër? Po, ishte kohë, kam e pyetje, e merr ti me privat. Për shembull, ti me mentuja të në kokë që ke, e merr me privat. Nëse ka men, vazhdoj. Po, okay, ai për shembull e hap telefonin. Po. Kur e hap, e ke zgjuar ti zonjush? Po duket dallohet zëri, se çunat gjithmonë hapin telefonin se intrigohen. Se kush po i bie me privat, se mund të jesh ti, po mund të jetë ajo tjetra. Pikërisht intrigohen. Dhe kur e hap telefonin, e dallon, a është me zë të përgjumur? E lëon aty e fik, m'fal. Po nuk i flet fare. Fale, jo fare. Nuk i fale kështu. Si zotit, tetonik. Fale tetonik. Ti do fale tetonik. Domethënë ti nuk i flet fare, thjesht e dëgjon zërin a ka të përgjumur apo jo. Alo, dhe shoh, është i përgjumur apo jo. Po që i përgjumur e mbyll. Ky është një tjetër nivel pozitiviteti i gjësit. Po nëse po ja fix, po nëse s'është i përgjumur. Po, s'është i përgjumur. Pres 5 minuta mos të bien sy. I që zile me telefonin të me numër. Ta shof, a ma hap, as ma hap. Po ma hapi, ata ka që është zgjuar dhe është okej. Po s'ma hapi, pas taj të gjithë vene të futet. Unë për shumë, kur jam duke pa në i serial, për më të them natën, personit që flasë, i them natën se du të shikoj këtë serialin tani. Po si mund të i thuash thuj natën, po shëndroni telefon, po shof një film, se du të i thuash ti ati natën, edhe trisht shofësh serialin. Është koha ime më, po sigurisht ai doj me bë muhabet edhe unë të shoh serialin. Vajza, po flasim kur jemi në fazat e njohjes me një djalë, po flasim që jemi te dy javorësh i parë ditë. Lidhje ti thua, ishte koha më pak të serialin edhe hajt. Jo, tani që ta them një gjë që mos ta dëgjoj Xhesin. Nuk jam unë edhe unë kështu si Xhesi, thjesht po mbështet Xhesin që mos duket aq çmë. Po Blerta, ha. Okej, Megli. Bluza jote e verdhë, shenjë xhelozie të bën shumë. Ai është e vërtet. E dini kush është gjëja më e dështuar që kam bërë? Po edhe unë siç tha Megli, kur kam qenë pak më e vogël, se tani jam pjekur dhe jam rritur. Ti jemi bërë të vogla, nuk e bëja akoma këto të mos që shtohemi. Jo, nuk. Ti s'ka shanse. Do kalojmë pak. A ka gjë më të dështuar se sa ti shohësh aty pikët e snapit sa i kanë lëvizur ose jo? Jo, s'ka gjë të keqe. We listen and we don't judge. Dëgjoni dhe mos më gjykoni, por po e kam bërë. E kam kujtove me Snapin. Një shoqja ime kishte, domethënë, e kishte atë Snap locationin hap. E mbante hap. Se kështu e kishte me këtë çunin që fliste. Edhe tani, kjo kishte shkuar në Foli, ku ka qenë klubi në Tiranë. Edhe i thot, kjo çfarë bën? Dhe i thot kjo, hiç i thot se jam deri në spital se pati problem kjo kushturira, e thot po shkoj për shtëpi. Dhe ky i çon screenshot rrugën Murat, atë rrugën e pedonales, domethënë. Dhe i thot spitali që nga është përngulur këtu, çfarë të bën në këtë situatë? Më thoni ju, kur e ke lënë Snap locationin e hap dhe të ndodh një situatë e tillë. Thuaj ti Xhesi, çfarë bën në këtë situatë? E gënjeu, mirë e ka bër. Pse mirë e ka bër? E gënjeu. I tha, tani ti e ke locationin e hapur dhe shkon ke Folia.
Po, ideja, po e vërtet, nuk kam çfarë them. Mirë ka bër. Mira ka bërë kush? Po, mund të merrte një poster, ta shuante ty spitali e dilë para. Spitali. Unë mendoj që çunat e shkret nuk kanë faj, ndonjëherë se ne jemi realisht, po realisht shumë toksike. Gjë që Gjesi do donte ta quante territoriale, po ne femrat jemi shumë toksike. Ne mos e merr personale. Ne si qenie. Jo ne të treja, ne si goca, si vajza, ndonjëherë kur pëlqejmë shumë një djalë, bëhemi shumë toksike dhe pastaj bëjmë pyetje të tipit pse u largua ai. Po për shembull, hajde marrim ta situata se si një djalë mund ta bezdisim në 10 ditët e para të njohjes. Po kur i shkruan kështu shumë. Kur i shkruan që i bën overtexting, po. Ose për shembull, sa të kesh taku me atë çunin, edhe ka shkuar shumë mirë takimi të gjitha dhe ai domethënë të lën ti zbret edhe po ikën dhe i shkon I miss you. Po pse unë nuk e kuptoj pse atyre nuk ju duket e bukur kjo gjë. Kjo tregon që neve ju duket shumë gjitse. Duket se çonçakizi që shkel në kputuc kur është verë dhe është pak I shkrir dhe don ta heqësh nga kputuca dhe nuk ikën botë. Po pse ashtu dukemi ne kur I shkojmë shumë mbas një djali? Po, domethënë çunat nuk I pëlqejnë gjërat e ngjitura apo e vërtetë. Mirë, Egli është tjetër muhabet. Është rast prashtimor. Pas pak, 4 çuna na tregojnë në telefon se çfarë nuk durojnë fare, po fare të vajzat. Po kur ne kemi pak kohë që dalim, po flasim gjithmonë për 10 ditëshin, po e marrim kështu si bazë krahasimore. Dhe ti I thua atij të dua. Jo tani. Si të dua? Të dua, I thua ti të dua, ju po dilni, I thua, jo I love you që përdoret kështu si për të kam gjatë. Nuk mendoj që I thua të dua për 10 ditë. Ua, si më ska. Megli, I think we have an issue with Jessie. Ishte shaka, më bëj shaka. Pim verë që të mos e gjykojmë. Ishte shaka. Unë mendoj që mund të jetë tjetër kështu problematike. Këto gocat që e zem e din, unë nuk e kam pas bë këtë për shumë shikoja që një çun që më pëlqente, kishte hedhur një story, edhe ishte pa fusko diku në blog. Dhe më kaloi rastësisht që më shifte. Në klasën në pra. I shkojnë, jo, do me thënë këto që I shkojnë afër punës edhe duan që t'jenë vizible, që të duken që ajo është aty. Kjo ndodh zakonisht në fazën e njoftjes kur ai nuk është se ai mund të ketë punë, ai ka një jetë, jam shumë dakord, po ti mendon që ndoshta s'po të shkruan. Unë mendoj që çunat e kanë tmerr kur ti ju shkon tek puna. Po jo, po do të jesh shumë jo te puna. Po ka story afër punës, diku ku ai është. Ti the, domethënë nuk ka nevojë të shkosh te puna, ti ai skalon në një tjetër shkallë. Shkon atje ku ai po pi kafen. Te puna. Po pra ai po pin kafe diku për shembull në blok që dukesh nga rruga dhe ti thjesht kalon, e them mbledh të kalojmë tani. Ama se gjitha kemi bërë këtë një herë dhe kjo. Kalojmë tani. Mbledh apo kalojmë? Ja ky është qesh. Merta. Apo ose ai momenti që kemi ne gjitha gocat kur ajo shoqja me cilën jetë thot kthej pa kokën me stil dhe ti je 360 gradë. Jo, po është ajo që ti më thuj në gjë që ai mos ta kuptoj që po shohim atë dhe më bë për qesh. Edhe ai, edhe ti mund të jesh shumë idiotë, po kush është nga këta? Kush është nga këta? Se bëjmë vërtet në këtë? E bëjmë. Unë e kam bërë, nuk e di për ju. Po, për shembull, një gjë që unë e bëj dhe këtë pranoj, kjo është gjë që bëjmë së shumti dhe ndiem krenare për këtë po. I them shumë shpesh ku je. E kam më është si frazë. Sa shpesh është shumë shpesh. Më si të dua, po është ku je. Po sa shpesh është shumë. Është për shembull mëngjes, ku je? Ata e urrejn këtë. Unë mendoj që çunat e urrejn kur ti pyet ku je. Mos e flas fare, unë do ta di. Ti e kam time, nuk e di, është thjesht pyetje ku je. Dhe ti më thua jam në shtëpi, jam. Po edhe çfarë do të si mund të thosh dikujt e kam si kështu, do ta di, nuk e di, e kam si sa shpjegoj si nevojë, është si fjala të dua njësoj ku je. Domethënë ajo thotë të dua ku je. Po të dua ku je. Ne nuk e thotim mëngjes, thot ku jeni. Ku jeni? Është ai mesazhi kur të vjen kur të pyet ku jeni, unë njerëzit që kam xhan ose që I duaj kam me të gjithë ku jeni. E kam nevojë ta di ku janë. Ti duke marrë është territoriale, do ta di. Jo, për këtë nuk mendohem, për këtë jam okay. Je shumë mirë me këtë. Jam shumë mirë me këtë, ndiem shumë mirë. Mëngjes ku je? Po. Atë ka ndodhur ndonjëherë që një çun ta ka vënë duke që e bezdis kjo pyetja jote ku je? Ma ka vënë, po. Shënci ka kjo. Kush e pyet atë?
A nuk kanë që Gjesi flet për veten dhe I vën gjitsa ti në takim të parë? Po, dhe këtë si duket e vazhdo ka edhe pas takimeve. Pyes ka ai, pse pyet ku je? Po këto gjëra që ndodhin. Ka vajza që bëjnë gjë normale. A mendoni që është ai momenti që të marrim një nga ata çunat në telefon Ta dhe pyesim. janë danoça, çunat që na bëjnë follow te pa manual janë danoça se kanë dashur të dalin dhe me emër nuk e kanë patur problem dhe na kanë treguar histori lot. Kështu që mendoj që ta marrim një nga çunat tani. Edhe të dëgjojmë këndvështrimin e tij se çfarë bezdiste një vajzë. Përveç se frymon. Po, përveç se ajo jeton dhe frymon, çfarë bezdis? Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit. Si je? Mirë, faleminderit. Mirë jemi të treja. Përshëndetje nga pa manuali. Po Blerta si është, lutem? Faleminderit, jam shumë mirë. Faleminderit që pyetet për mua. Okej, të shkuara Blerta. Ua, faleminderit. Dijas. Do më mirë. Më thuaj me çfarë mund ndihmoj? Tani ne kemi një pyetje. Qa bëjnë vajzat? Gabim që ju çunat I Që ju largoni. çunat I largoni, për shembull në 10 ditën e parë ose në 2 javorshën e parë të njohjes ose të lidhjes. Çfarë bën gabim? Pa, 3 gjëra. na I thuaj. Ke laps letër atë? Pa. Po I shnojmë. Po mbajmë shënime. Okej. Xhelozia e para? Që në fillim. Po. Xhelozia, posesiviteti dhe presioni. Të treja këto janë trecë të presioni? Gjesit. Atëherë, për të treja nga një shpjegim, xhelozia është kur futen në gjërat tuaja personale dhe të krahasojnë, për shembull, pse ke bërë follow këtë, pse ke bërë follow atë. Ti sikur ke dëgjuar bisedën që ne bëm deri tani, djalë. Është e para herë që I bëj shpunë vetes. E dyta, tham posesiviteti, është ajo që nisi e lezetshme kur thotë që ti je I imi, po pastaj bëhet cringe kur thotë ti je vetëm I imi edhe si përket asnjë gjëje tjetër. Një sekond, kujt I përket tjetër? Natyrës, botës, tokës, universit? Pas jetës time personale, asaj që më ka bë deri këtë që jam. Gjithë vite. Okej. Po tjetër? E fundit? Dhe treta është presioni, kur të kërkon me ngul në diçka. Domethënë është bukur që unë të çoj lule, po s'mund të më thush ti që pse s'ke çuar lule, se ndryshe s'të vinë më kurrë ato lulet. Shumë faleminderit. Ju përshëndesim në shumë të mira. Dëgjoni që ka dhe çuna, domethënë ka shumë çuna që duan të jenë të shëndetshëm dhe të jetojnë në mënyrë të shëndetshme me vajzën që janë. Pa janë mirë, këta çuna ka. me flesh. Ja, ai Shumë shumë Ty të gabuar. A I duam ne. çuna të shëndetshëm. Shumë të shëndetshëm. Unë mendoj që ne I duam, po ndonjëherë jemi në faza të gabuar. Domethënë jemi në faza të ndryshme të jetës dhe takojmë njerëz të gabuar. Ne duam Do të ne jemi njerëz të gabuar dhe I marrim ata dhe I pusim për poshtë në Ne veten. duam Bën të sens. psikologjikisht, por na duhet një çik dozë kështu toksike, më duhet. Shiko, ajo Si kripa të gjella, më ti. Ajo çfarë mua më bëri përshtypje nga kjo telefonata, se do kalojmë te telefonata tjetër, është që kuptova që dhe çunat, po dhe vajzat, siç ne, I duan partnerët të sigurt në vetvete, sepse ai tha të mos I haj për asgjë. Po, I duan përveç nëse janë narcisist, nuk I duan të sigurt. Jo, okay, po të mos I haj për asgjë në sensin që të jenë me vetbesim. Mua më pëlqeu që ai tha të kjo që, domethënë, edhe mashkullit xhelozia. Zakonisht meshkujt për shembull thonë që ajo mos bëhet xheloze, por ndërkohë vetë marrin 25 cent telefonin të pyesin ku je. Është vërtet. Po, ne flasim për një target caktuar meshkujsh. Gjithmonë se nuk duhet që ti përziem, se ne bëjmë ndonjëherë gabim që themi të gjithë meshkujt, jo se nuk janë të gjithë meshkujt njësoj. Okej, ndoshta. Unë në këtë episod duke u munduar që të bëjmë Santa Maria, ju lutem mos më shani më. Ne dim shumë mirë dhe ju e dini shumë mirë që meshkujt janë njësoj, ne thjesht we do it for the plot, edhe juve ju pëlqen the plot. Dëgjoj, po ato rastet që ne pyesim mashkullin, për shembull, ç'a jemi ne? Ç'a jemi ne të dy? A mendoni ju që e largojmë? Qa jemi rumi? Imagjino të bashkëtos da pyesësh, po qa jemi ne? Dhe ai thot, ndajmë qeran, what do you mean? Shok dhome. A mendon Gjesi që bëhet e bezdishme? Se që bëhet është, se ne kemi parë këto në për... Kur bëhet e shpesh si pyetje, që e do me pa tjetër si konfirmim qa jemi ne, so mendoj që gocat thell gjithmonë e din se qa janë ato me atë. Po thjesht duan... Jo pra duan konfirmimin, shpesh, se po bëhet shpesh leja të marrëdhënie. Po pra, e kam fjalën që nëse bëhet 2 javët e para, është pak shpejt, mendoj.
Tani prit pak. Gjesi tha, në 2 javët e para unë mund të them të dua, po thotë që nuk e pyet çfarë jemi ne. Po imagjino tani, për shembull dalësh ti edhe ti thosh atij çunit i thosh. Ua, unë jam shumë emocionuar që dola me ty, edhe shtëpisë time e din që jam me ty sot, kështu që e kam thënë edhe mamit dhe babit që do takoj aty, kështu që mund të rrim sa dush, nuk e kam problem. Ai. Sa më kujtoi. Ju kam thënë për atë inxhinierin që kisha dalë vetëm një herë pa atë, edhe po babi imi ka shumë qef, donte edhe që unë vazhdoja shkollën për inxhinierie, kupton? Si çdo bab mbi Po, edhe po ja thoja, thashun babi imi ka shumë qef inxhinier, po e kisha në sensin që si shkollë, si profesion, jo si burim të ishte inxhinier. Dhe ai më pa njëherë tha, "Oh, super." Edhe u tregoj dhe ti nuk e takove më kurr. Pastaj hapet plani dhe Jesi, hapet plani dhe është Jesi duke thënë, "Why are you running? Why are you running?" Ai, jo babi, babi. I don't make it. Apo s'është kjo pjesë e këtij emisioni. Why are you running? Dëgjoj. Un kam një pyetje. A bëhet na herë në një pikë në kohë në jetë pyetja ç'a jemi ne? Bëhet, moj. Bëhet. Pse ti nuk je dakord që të bëhet? Jo. Tu mendoj që ti je aq i aft sa ta kuptosh çfarë je dhe duhet të vi ty partneri dhe të thotë, ç'do të thosh ç'a jemi ne, ç'do të them shoqeve unë, ç'i them shoqeve. Jo, unë nuk e kam bërë ndonjëherë pyetjen, por e kupton tani o Blerti e ke kuptu. Ai domethënë nga kjo fillon unë mendoj që ndahet kur ka një mini kërkesë llogarie, ti e kupton që ndryshon gjëja. Unë nuk e kam bërë ndonjëherë të them ta pyes kështu troc ç'a jemi ne, ma thuaj ti ç'a jemi ne, serioze si muhabet, mund ta kem vetëm me kunjin në ndonjë rast. Duke qeshur me humor, po jo seriozisht, po pra mendoj njërin pyeti ai e lidhur unë çajmi ne. Unë mendoj që çunat kur i bëjmë këtë pyetje vjen shumë përballë një presionit pa nevojshëm. Me thënë, unë jam dakord me atë që thot Megli në një pikë. Jam dakord që nëse bëhet 2 javët e para është presion, është tepruar. Por nëse bëhet në një farë kohe, nëse në një gocë bën një farë kohe, mendoj që jam drejt. Nëse në një gocë arrin ta bëj këtë pyetje pas një farë kohe, për shembull pas një viti, je ti në lidhjen e gabuar se nuk qëndron fare ti bësh pyetjen atij pse çajmi ne. Pas 2 muajsh për shembull, që ti ke 2 muaj që flet, është një situatë e ngatruar dhe për ta sqaruar, ta dish ti që do e mbyllësh apo jo si muhabet, e pyet ç'a jemi ne. Po mbas 2 muajsh dhe ti thua ç'a jemi ne, ç'do të thot ai? Të fejuar. Po ç'do të thot? Të lidhur për 2 muaj, një. Po mirë, 2 muaj tani Europi lidhet për 2 muaj, lidhet për 2 javë, kemi parë raste plot, se do të pagu se të fundit. Po, ka raste tjera, për shembull. Ka shumë raste, po. Duke marrë parasysh ne si jemi edhe i gjitha gocat bashk, hajde japim situatat më idiote që ne si femra mund të bëjmë që ne hipotetikisht e përzejmë tjetrin që ti kemi vrap dhe ti themi why are you running dhe ta ndjekim nga mbrapa. E di çfarë mendoj unë që është një gjë që ne femrat i largojmë meshkujt po kështu me të parën. Kur ti e di që ai ka ndeshje, domethënë luan ekipi i tij preferuar dhe ti i thua, pse nuk do dilnim bashkë sot për darkë? Kjo është dorë me një, ai të jep dorë, po flasim, jo të jep duart, një çuni ti thuash, nuk mendoja që do dilnim bashkë ne kur luan ekipi i tij preferuar? Jo thjesht, ai domethënë ta ketë bë plan, ka marr bileta do ikin në stadium, dhe ti të bësh si histerike, do ikësh në stadium. Apo jo. Mendova se do dilnim bashkë. Po mendoja që ti mdoje mua. Ka goca që e bëjnë gjë. E bëjnë. Ç'a jemi ne? Ç'a jemi ne mas do fjalie. Dhe ai nuk i përgjigjet asnjëherë. Ai thot ai është i gatshëm ta lejë ndeshjen edhe të dali, po prap nuk të thotë nuk i përgjigjet pyetjes. Ose për shembull ti duke pa një film romantik edhe i ke vënë një nga ato skincare-it për shembull, nga ato rozët që ai pranon se në fillim janë gjithë shumë të mirë, kupton? Dhe ai e pranon ato dhe po rrin shumë ato rozën dhe ti i thu shef atë, shef filmin, shef atë, shef filmin edhe i thu pse ti dhe ti kështu? Ai e bleu lule. Ti s'u ble lule, siç ta. Ai tha mos ma thuaj se më merr janë. Po, është vërtet. Që ti e krahason tërkon, pastaj dhe thua pse si ti si ky. Imagjino të thotë një çon se si edhe ti kështu, po pra po jo. Më e keq që nuk është krahasim me një aktor, është krahasim me një nga jeta reale. Ti thua është shoqja jote e lidhur për shembull, ke një shoqe që është e lidhur. Dhe poston. I dashuri i saj kishte bler lule, po ti.
E krahason me të dashurin e asaj tjetrës. Dhe kjo është krahasim real, live. Dhe kjo është më e keq që mendoj për ai duke thënë inshallah vdekt në vend I dashuri shoqës. Ai që ka bler lule. Që ka bler lule asaj. Unë mendoj që ka ardhur momenti për telefonatën e dytë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Mirë, si kalove? Mirë, faleminderit. Po të përshëndes unë Gjesi dhe gocat, Blerta dhe Negli. Edhe unë ju përshëndes goca. Tani të dalim drejtë në temë. Pyetja jonë është, se ne kemi folur, ta kemi bërë dhe më përpara. Pyetja jonë, çfarë bën një vajzë në fillimet e njohjes? Që e largon. Po, që të largon ty? Me vrap. Në fillimin e njohjes, javët e para, 10 ditët e para. Që ma shpif, do më thënë... Okej, që ma shpif. Bëse. Ma shpif është pjesa që flet si beb, mundohet të flasë si beb. Që po thuti beb, që? Ku që ka më në origin nga tropoja dhe flet si beb, kjo ma shpif fare. Okej, bën sens. Do më thënë, thuaj edhe njërë të jetë nga... Si e në origin nga tropoja dhe të flasi si beb, ma shpif pjesa kërnisht. Po s'bën sens figura... Nuk përshtatet zëre me figura. Kurse pjesa tjetër pastaj është që ma shpif edhe kjo, po që edhe ma shpif edhe blok, është pjesa kur kërkon më shumë se çfarë duat. Si për shembull? Për shembull kam qenë në një njoftje. Po? Për diku kisha 5-6 ditë që e njihsha. 5-6 ditë. Po, 5-6 ditë që flisja, domethënë as takim të parë s'kisha bo asi lloj gjoje. Po. Thjesht më shef storyt në Instagram edhe më thot, po mu kur do më qosh në Barcelonë, thot pasi unë isha një udhtim në Barcelonë dhe fjala e parë domethënë pa u njoft mirë as më kishte pyet. Pa dal fare? Pa dal fare as më kishte pyet më shumë çfarë pune mund të bosha ose sa vjeç mund të isha ku di unë. Po thjesht ishte kur do më qosh dhe mu në Barcelonë. A I kishe thënë gjë që ke agjensi turistike? Me sa di unë nuk kam, po në djenit asaj kisha agjensi udhtim. Edhe qa bëre ti pastaj nuk I fole më? Nuk I fole më fare? Aty ishte vetëm thjesht I blok. I bëre blok me vërtet? Blok direkt. Pa një komunikim. Na pëlqen meshkujt që bëjnë statement. Edhe e forta është e mund të menduar për çfarë bëri blokun mua. Unë nuk e thasha asgjë aty. Ajo do ketë menduar ky ka qenë I martuar. Më erdhi kështu, pastaj një Instagram me një tip emri. Po? Pa emër, domethënë një user kështu. Po? Edhe cili ishte arsye e bllokut. Apo dhe ka qenë prap bllokut aty, pa edhe na. Wow. Ti çege nona. I çege I prer. Po. Kurse një histori tjetër, tash shumë afër, kisha flisja me gotë, kisha diku të 2 javë, 3 javë, po edhe një muj, po e marrë një muj. Po. Edhe dolëm që të folëm, ram të akor që diqim për takimin e parë. Edhe shkoj në një lokal në një zonë të Tiranës, që është më shumë e frekontuar në çunat e rinë gocat. Për rinin, okay. Po, për rinin. Po është lokal me emër, madh, domethënë me emrin s'po them. Shkojm aty unë I veshur tamam. Domethënë. Sa kishe veshur? Serioz. Po unë e kem veshur pak kështu si tip serioz, me thot drejtë, një bluzë me kështu me jak, me pal tip pantallona, jo jeans, po kështu serioz, shumë serioz. Si për takim të parë. Për takim të parë, super. Po, për takim të parë, vjen kamarieri, se mi dhe për të qeshë kërë. Vjen kamarieri dhe unë më pyet qa do është dhe porosita I gotë verë të barë. Ta shi për prisja që të porosiste kjo goca. Dhe mënyra kësaj gocës ishte shumë, nuk e di, nuk është ndosë në njërë ashtu, do më thënë disot kamarierit, një gjys, ajo përsiti një gjys kafe, nuk kisa asë gjys kafe, beta një gjys dhe një bidon në uj, atë edhe një uj. Si t'ja... Edhe gjysën sa e du ngot plastike. Ngot plastike? Ka pas me shpejt. Unë do më thënë që aty ka qenë, do më thënë do hap Instagramin duke I po blok direkt, sa që bëri këtë veprimin. Një sekund, sa ishte ora? Kur dollët? Diku ora ka qenë
diku mbas orës 6-7. Po si e kishin ekspresin ndezur lokali? Mund të pish kafe në orën 6, pas dite, kafe të gjysëm. Gjesi ishte vajzë. Detaj që më bëri mua që t'i bëja blok. Pa? Paska akoma. Se isha në siklet pas kësaj që i tha ka Marie një gjys i bidonur. A u të se qa gjys nuk u marrë vesh, po kamarieri me shkollë ishte kështu gjys kafe. Edhe qa bëri? Pastaj e forta ishte se lëpiu lugën e kafes. Lugën e kafes plastike. Qënë si ka si plastike si? Ma e një sekundë. Vajze metalike. Ishte lugë normal. Do me thënë, edhe ju i shikoni këto detaje, ju që keni më kishë se gocat, mor zotri. I shikoni detajet. Ore, unë kam një pyetje. Dhe me thënë, po. Bravo. Ta bën një pyetje, pse i bën blok? Se Ja ka shpif për blok. Do me thënë ti bërë blok se nuk të pëlqeu që ajo ka të drejtë se i ka thënë thjesht gjysë si lace. Edhe unë i bëj blok, se nuk i jap shpjegim njerëzve, po dua ta gjej nga një çun. Sjellje si lace, dhe do me thënë pjesa që unë një lokal të njohur, a kupton, një veshur serioz, ne i got verë para që po a kupton. I ke dhënë rëndësi, po, i ke dhënë rëndësi. I dha shumë rëndësi dhe të bësh atë gjë se të lëpish lugën e kafes në atë mënyrë që e lëpiu, ajo mua shpif, isha shumë si këtë, isha shumë. Unë kam ti ke shumë të drejtë. Unë kam një pyetje, a je gjë virgjëresh vllai? Po, si të gjerë. Ua, që ka virgjëresh? Ja, është Virgo si Gjesi. Je i papar, nuk e di nëse keni ndonjë pyetje tjetër? Je shumë i mirë, edhe vazhdo derisa të gjithë fatin tënd. Mos u ndal. E imagjinon sa do ketë listën e bllokut djali. Ai dhe unë bash. Po desh t'ja ktheve në foto që ta vërtetë. Ne, çu tani ta themi direkt live në studio. Faleminderit që u bëre pjesë pa manual. Faleminderit dhe ju goca. Mos plan çon në komente. Kush je ti të gjykosh çunat si e pin kafen? Ja, doli një çun që gjykon se si i pin kafen gocat. Një realisht është ai e gjykoi sepse ai ishte rregulluar. Ai kishte dhënë rëndësi takimit të parë, ndërkohë që ajo kishte marrë kafe. Ai merr ver, ajo kafe gjysmë po dua ta di pse me gotë plastike, mësoj investin. Unë mendoj që ajo ka mund ta ketë përsëritur gotë plastike për shembull se janë këto tipe që nuk kanë nuk i besojnë lokalet, thotë nuk lajn gotat, nuk lajn. Nuk besoj se ai tha është në një lokal shumë të njohur, po varja. Tani do vazhdojmë me telefonatën tjetër, se kemi akoma çuna për të marrë telefon. Edhe kemi shumë histori. Ndërkohë në studio plasi debati, sepse Marvi Audios thot pse gjykoni ju një gocë kur pi kafe dhe Gjesi thot duhet gjykuar. Jo patjetër. Sa të gjëra të tjera po ne nuk voj. Marvi thot martojë një gocë danoçe që porosit kafe gjys në takim të parë. Si më të normale është nuk ka sjellje fare femërore. Po pse? Kafe gjys në pagas. Po tani ai shkon i rregulluar, serioz, në një lokal shumë të mirë, porosit një gotë verë edhe ajo kafe gjys në pagas. Kafe gjys në gotë kartoni mund ta kishte shmangur, po ndoshta ajo ka dashur të pirë një kafe të zgjohet, do më diçka tjetër. Se nuk është shumë, domethënë, okay, nuk është shumë e bukur. Po ç'a? Pi kafe pastaj e marr. Ama nëse Gjesi ka temë delikate të kafes, se ka shumë. Ju se kuptoni që tregon shumë për karakterin e njeriu. Si e pi kafen? Po, si e pi, ku e pi tani në kafe të parë? Alo. Si e? Përshëndetje. Telefonojmë në pa manual. Në ka vetë në debat. Okej. Tani drejt për drejt pyetjen. Drejt për drejt pyetjen. Qa bën një vajzë në fillim të njohjes që çunave nuk e durojnë dot dhe ose ju a shpif ndryshe? Ta mendoj. Po kam një rast konkret. Kam një rast konkret për këtë në fakt, kam një histori. Isha në takim të parë me një vajzë dhe kishim dalë për sushi, po flisnim, po njihnim njëri tjetrin. Edhe më pyet për lidhjet e mia të shkuara. Unë e kthej një përgjigje kështu të përcipt, sa takimi i parë tani nuk mund të flisja për me hollësi. Për këtë. Edhe gjithsesi meqense më bëri pyetjen, pyeta edhe unë po ti thash pse u ndave nga lidhja e fundit, edhe më tha se më rifte, më tha. Ta tha në takim të parë, ta tha më Po, në takim të parë, po.
Nuk e di domethënë, si quhet, në anglisht është oversharing. Kjo nuk tregon më shumë informacione se ç'duhet. Po traumat e fëmijërisë, fillon me problemet familjare. Çfarë bëre ti me këtë informacion? Si të ndikoi ty kjo në raport me atë gocën? Po, nuk e di, mua më la të kuptoja shumë për karakterin e personit, se unë personalisht preferoj të jemi rezervuar, nuk i ndaj këto gjëra me njerëzit e tjerë, sidomos kur si kam njohur ende, edhe kam këtë idenë që përgjithsisht gocat ose njerëzit që i tregojnë kaq shpejt këto problematikat e jetës së tyre kanë si formë manipulimi, domethënë viktimizohen që të marrin simpatinë e njerëzve. E vërtetë. Okej, po kjo është e vërtetë, qëndron. Po Megli. Pate ti, hi. Përshëndetje. Pate ti një takim të dytë? Po pata i dhash edhe disa shanse kësaj vajzës. Po disa takime. Dhe instinkti ju t'i parë në takimin e parë që të bëri të mendoj që nuk ishte duke shkuar mirë, a doli në fund të fundit? Doli në fund të fundit, se tani nuk e di, më duket sikur po hap llafe ose po Jo, nuk ka gjë, thjesht për t'i thënë të gjithë njerëzit që na dëgjojnë dhe vetes që t'i besojmë instinktit të parë kur sa takojmë një njeri. Po, ashtu ishte për arsye të tjera, domethënë ishte thjesht më vonë mësova që kjo vajza ishte shumë kontrolluese. Më pyeste gjithkohës ku isha, edhe ne nuk ishim as të dashur, ishim thjesht në fazë njohje, domethënë ajo më pyeste se kur nuk i tregoja unë që kisha dalë, bëj me nerva si s'më tregon ti mua, është mungesë respekti. Atë thonte mirëmëngjes ku je? Ashtu është. Mirëmëngjes ku je, jo, më thoshte mirëmëngjes në fillim. Pastaj më thoshte ku je. Një okay. Manners, Jesse, manners. Po do mëngjes e thoya, pastaj thoya ku je, nuk e them para. Mëngjes ku je? Po njësoj, thash poshtë. Shumë faleminderit. Kam një pyetje para sa mbyllim. Kam një pyetje. A e keni bezdi ju çunat kur gocat që ju po njihni, jemi gjithmonë në fazën e njohjes, ju thon juve që i kam thënë dhe mami, domethënë që e di mami për ne? Unë personalisht nuk e kam problem, tani varet edhe nga situata, varet edhe nga lloji mamet. Në qoftë se mamet Në qoftë se mami do të më martoj mua direkt me gocën e vet, aty është pak problem, po në qoftë se është mami open minded që se ka problem. Okej. Nëse ka mamin e mirë. Po nëse mami është e mirë, mund ta konsideroj. Po tani ç'ës bëva ke? Faleminderit. Shumë faleminderit. E po, mund të thosh dikujt që sa më ka rrahur ishi, është të mërshme kjo. Po më se janë njerëz që kanë kaluar një traumë dhe thjesht duan një vend të shprehen se ne tani po flasim kështu ftohtë, që okay, nuk bëhet, po prapë që në takim të parë ti thua shumë rrau ishi, më rrite. Është pak e tepër. Si ka qenë situata. Shikoj se kjo është dhe temë e ndjeshme pak, po normalisht ndoshta ka dashur ta njohë ai në gjitha. Okej, nuk po marrim për ose ka dashur ajo të shikojë reagimin e këtij, se nuk e di. Po çfarë, më fal, çfarë reagimi pret? O, më është shumë keq, çfarë do me ty, çfarë do të bëj? Jo, çfarë reagimi, çfarë mendon ti për këtë temë, çfarë mendon ti për çunat agresiv, për shemb. Kemi telefonat tjetër. Jeni bërë shumë serioze. Megli sot je veshur me të zeza dhe nuk e di ke mbajtur një shëndrim zoje. Tamam. Po vuaj për jetën. Si qesh ty. Këtë marrim tjetër. Marrim tjetër. Merrim tjetër. E shikoj sa interesant bëhet diskutimi kur ne marrim gjithmonë këndvështrimin e çunave, se ne vajzave gjithmonë na shajnë dhe thon, "O ju veshani çunat, o ju gjykoni kafen, o ju gjykoni çfarë bën ajo", ndërkohë që janë edhe çunat ata që gjykojnë. Mendova se thonë ju gjykoni kafshët. Jo, ju gjykoni kafen, ju gjykoni detajet, po ndërkohë edhe vet ju çunat nga këto telefonatat e keni parë. Djali që folën në telefon, a nisi screenshot dhe unë nuk do të tregoj normal në kamera, por ka sa goca ka blok? 22 vajza. Ai që bën te blok. Po. I'm feeling 22. Mos ta shohim nga kamera, po që janë alright. Okej, se ka emrin aty, po ka një listë me 22. Po i ka fshir emrat, po janë fotot e profilit. Janë 22 goca në blok listën e atij djalit që kishte parë që ajo goca kishte pirë kafe gjys. Ai do dhe nuk do ndaloj derisa ta kështu. Okej, se nuk kemi dhe shumë kohë. Një Virgo që s'karikon telefonin, një Virgo që s'karikon telefonin. Jam dhe gjysmë luan. Alo, si e? Mirë, që kalove dhe?
Mirë. Të përshëndesim nga Pa Manual. Hello. Dhe Meglin, edhe Gjesin. Ju përshëndes dhe unë. Tani të pyesim direkt. Ky është? Po. Hello. Tani, pyetja është e drejtë për drejtë. Çfarë bën një vajzë në fazat e para të njohjes që ju largon juve çunave, ju a shpif, domethënë tha njëri nga çunat që foli paraprakisht. Për vete, për shembull, mu bezdis kur dikush fillon, vajza fillon që në lidhjen e parë, domethënë ditët e para të lidhjes, fillon të shet mend, a kupto? Si të shet mend? Jo po babim ka këtë, jo po babim ka atë. Dërgoj të babi dhe të punoroje. Ne nuk kemi asgjë me rojë. Mira, e kanë sensin që pak specifike. Domethënë të fillon të hapet për lek, për çështje lekësh thua ti. Po pse do jetë? Po mirë, më priti çik tani. Priti çik, se dhe ju çunat e bëni këtë. Pse që ka problem kur e bën goca? Mirë, po nuk kem të thonë se janë gjitha një lloj. Okay. Po, për shembull, disa goca e bën rekord. Domethënë diçka që nuk ja lën që ta thoshën ditë para lidhjes. Ore, se një sekond se ne gocat nuk i pëlqejmë çunat që hapen kot kështu. Dhe çunat ka shumë të drejtë që si pëlqejnë gocat që bëjnë të gjën, është. Po kur hapen vetë i pëlqejnë këtyre. Po pra si ajo shpreha, hapen me radhë. Ka dhe domethënë çunat si hapen. Po më shumë janë katonare. Bravo. Na pëlqeu. Të lum goja. Jini vetvetja, thjesht jini vetvetja, edhe do gjeni gjysma tuaj atëherë kur është shkruar për t'i gjetur. Në vitin 2025 dhe në çdo vit që po kalon, njerëzit mendojnë që ka një lloj manuali se si duhet ta bësh një mashkull për vete, se si duhet ta bësh një femër për vete, ajo që the ti, t'ja lë ai një orsinë. Para me Meglin dhe po thonim që janë ca goca dhe shpesh shumë goca e bëjnë dhe thonë që nëse ai më lë mua 10 minuta pa hapur mesazhin, do lë unë 1 orë. Jo, pse do të bërë kjo? Më duket shumë realisht kot. Nëse ai më ka lënë zëm, ku diun 3 orë pa hapur. Kam një shoqe Virgo unë, moj motra ime. Virgo është ajo që e dua fort. Ajo jo vetëm që të maste minutat se kur do të kthente përgjigje, po nëse ti ja kishe vonuar 1 orë, ajo do të ta vononte gjithë ditën që të bënte ty të shlyej atë që kishe bërë. A është kjo okay? Jo, nuk është okay. Po pra ja shikon, kjo është fare, edhe pa sharuar asgjë në fund të ditës. Ne gjithë nuk po kemi mundësi për me njohë një njerëz se thjesht bëjmë si interesant. Mendoj që nëse dikush, pra nëse një njerëz ty të pëlqen, mund të ngjitet dhe të thotë pse s'e thon që kam ngrënë, ai do të qeshë, do të thotë që a ke ngrënë se s'kisha kohë. Pra nëse është personi duhur, asgjë nuk është as ik, as e shpifur, as asgjë. Por, çunat kanë të drejtë. Gjithmonë, me çunat për çunat. Shihemi në episodin e radhës. Pa manual. Jo. E u fikën? Jo. Nëse ju pëlqeu kjo që sapo ndoshet, mos harroni të na bëni subscribe në YouTube tek Andale Pikal dhe patjetër Instagramin e Pa Manual by Andale. Andale!